emër problematik. Ky ishte reagimi i parë i Sali Berishës për emërimin e Skënder Hitajt në krye të policisë së shtetit, duke e cilësuar emër problematik me zbluve dhe të përcaktuar. Që sot e tutje do ta quajnë drejtori Balluku, se në fakt Rama është një skllav i mirë i lubis. Propagandit cilësoi kryedemokrati raportimin e kryeministrit Edi Rama dhe kryenegociatores për procesin e integrimit, duke përmendur votimin me unanimitet e raportit i barë për Shqipërinë. Edi Rama le të organizoj tryeza dhe stërtryeza, por asnjë kapitull nuk mbyllet pa votimin pozitiv unanim për Ibarin. Të gjitha tjerat janë trillime, mashtrime të brendshme dhe kur vinë nga jashtë janë lobime korruptive të Edi Ramës. Duke akuzuar mazhorancën për bllokimin e rrugës integruese të vendit, Berisha tha se është koha kur sipas tij duhet të flasin shqiptarët përmes protestave, ku e radhës do të jetë më 17 prill. Unë paralajmëroj shqiptarët se pas vendimit që mori për të mbrojtur me çdo kusht veten e tij dhe për të sakrifikuar çdo interes të qytetarëve shqiptar, Edi Rama është i gatshëm të marrë çdo vendim tjetër. Ndaj dhe thirrja ime ta ndalojmë. Menjëherë më pas, kryedemokrati mblodhi në Selim Blu drejtuesit dhe koordinatorët politik, para të cilëve shpalli organizimin e strukturave si prioritet themelor. Ne kemi drejtim absolut më themelor organizim. Pra të merrem me partitë.